Vazhdojmë të jemi turma që nuk bëhet popull, që nuk bëhet dot komb dhe përpasoj as shtet. Vim nga një shkuar me varfëri ekstreme, të instaluar me sistem në socializëm, ku të ishe i varfër përbënte krenari dhe kult. Vim nga një jetesë kolektive, sidomos në provincë ku jetonte rreth 90% e popullsisë, ku sundonte për ulja, hajdutllëku, spionllëku, pislëku, dhe arom fekalesh sepse mungesa e ujit nuk premtonte as për shërbimet vetjake dhe aq më keq për pastrimin e haleve, sepse nuk mund të them dot tualeta atyre gërmadhave septike ku jetonin shqiptarët dhe ku tërë fshati vinte era fekale. E megjithatë, turma e indokrinuar me krenarinë e varfërisë zhvillonte për ditë kritikën ndaj kapitalizmit dhe shoqërisë së konsumit që ishin në krizë, kundrejt turmës së molarëve që marshonin të sigurt në bollëkun e mizerjes, egoizmit dhe krenarisë kafshërore. Kështu ndërtua kulti i njeriu të ri, që kaliti kurajon, t'i thoshte të zezës të bardhë, varfërisë bollëk dhe mizerjes mrekulli, duke sulmuar çdo njeri normal dhe duke e sterminuar në përburgje dhe varre shoqërinë më të emancipuar. Kjo turmë molepsur pas ndryshimeve gjysmake të 1990-s ka filluar të jetojë mes një bolloku relativ, por psikologjia e saj është po ajo e mizerjes ku nostalgjia dhe mashtrimi publik jetojnë akoma edhe pse vishen me Armani. Kategoritë e molarëve janë të ndryshme. Ato fillojnë me kapolapon e madh dhe vazhdojnë me sejmen, çërra, ulëritës, xhinkalla, eunuk, bandit, sekser, hajvan e gjerfalloj borizanësh patru, e në fund vinë bushësit e shurdhuar dhe qorolepsur nga molarët, të cilët i njohin rolet dhe hierarkit në heshtje dhe mirëkuptim. Kjo kategori sorolopesh ka vetëm një merit, sepse kapi trenin e kapove të mandatuar nga sigurimi i shtetit, dhe mbasi rekrutojnë bushës dhe numra shtyu me forcë trenin e rangalt të ajkës së lumit, i cili na solli në këtë drejtë. Para disa vitesh, këngëtarja Mihri Ebrahja dhe burri i saj saksofonist Naimi morën një bojaxhi për lyrjen e vilës së tyre. 2 muaj më pas, Mihria në balkon dëgjon burin e një makine tek porta e shtëpisë. Nga një makinë X6 zbret bojaxhiu dhe i thot Mihries: "O Mihrie, kam ardhur me do shokët e mi dhe dëshiroj të bëjmë një vizitë në shtëpi, se nuk besojnë që ju keni WC prej Florine." Mihria i flet fort Naimit: "O Naim, del mërë se ka ardha i molari që të ka dhinë në saksofon." Ngjarja në fjalë është dëshmi e metamorfozës së zhvillimit dhe elementeve që e mbajnë individin fort me të shkuarën dhe mosbesues me të ardhmen, duke rënduar konfuzionin e vendimarrjes drejt progresit. Edhe më problem është që kjo turmë të marrë vendime kolektive dhe të zgjidhë problemet e saj në kuadrin e një konkurrence globale, të zgjedhë dhe kontrollojë ata që duhet të drejtojnë. Kësaj turme molarësh veshur me Armani i pëlqen mashtruesi, egoisti, arroganti, hajduti dhe për ta bëhet flije ngrihet me natë të votojë për të vjedhur e grabitur prej tyre se kështu i pëlqen. Kësaj turma e molarëve me Armani ka ndërtuar republikën e saj me banda të mëdha molarësh që quhen parti ku kryetari ka çorrat e tij dhe këta kanë çorrat e tyre që sundojnë deri në qelizë nëpërmjet banditëve barkmdhenj me zinxhira të trash floriri dhe kalashnikov në bagazhin e makinës. Aktiviteti dhe fushatat e tyre janë sjellje vandalësh të apasionuar me shpirtin shkatrues retrograd, ku kundërshtari është armiku dhe synimi është shkatrimi me themel i çdo gjëje, pasi ata synojnë ndjerin dhe identifikojnë veten me të. Ata mbarojnë punë me një telefonat dhe presin bileta për shishtufin, sikur të shkojnë në teatr. Me ta nuk bëhet shaka, dhe çdo votues është ndeshur me shikimin e tyre para se të hedhë votën, në liri të plot të rrethanave të mësipërme. Pavarësia nga këto rrethana është një shaka e hidhur që të rrezikon jetën dhe ekuilibrin ekonomik, sepse pas tyre vigjilon armata e patronazhistëve që përbën informatorët që dërgojnë të dhëna atje ku midis të gjitha vendimarrjeve qëndrojnë edhe sulmi mbi stabilitetin tënd ekonomik dhe ndoshta dhe versioni një bilete për shishtufin. Ndërkohë fituesit e çdo gare përgëzojnë molarët në përsheshje dhe mitingje plot ngjyra dhe në përbotrume, sigurojnë banditët e krimit se epoka e tyre ka ardhur dhe tenderat e benefice do të burojnë pa kursim për ta, ndërsa populli do të marrë noc rokun. Molarët me Armani posedojnë pasuri prallore në prona dhe mjete financiare,
Falendimi të një supershtetari Rahmetli të pakallur, kapo i një turme molarësh të pangopur, që vendosi shkatrimin e kapitaleve të pronarëve të vjetër legjitim dhe vendosjen e saj në dispozicion të mafjes së molarëve, pasi atyre nuk u mjaftonte platëshkitja e financave të shtetit. Kësaj turme i duket sikur këto nivele ekonomike të arritura nga emigrimi në vende që kanë bërë përpjekje gjigande për të larguar nga sëmundja që bartin shqiptarët, si dhe përpjekjet e këtyre vendeve për të instaluar një shtet demokratik në Shqipëri, janë dhe tregues i formimit të konservatorizmit komunist provincial të molarëve me Armani, të cilët i njohin vetes të drejtën e luksit të fituar nga grabitja e shtetit në çdo nivel, duke kallur varfëri dhe mizerje në nivelet e ulta të mbushësve të qorolepsur. Molarët me Armani nuk mund të reformojnë veten si turm pa moral, identitet dhe psikologji dhe të formojnë një popull të përgjegjshëm dhe një shtet demokratik. Ata thjesht janë halli më i madh i këtij kombi. Këtë aleancë të molarëve me Armani që bashkë me kalbësirën kundërbuese të diktatorit dhe sozit morale pasardhës të tij përbën problemin madhor të kombit, mund të rrezojë vetëm koha dhe angazhimi politik i pjesës së emancipuar në aleancë me genin shtetformues të trashëguar nga aristokracia e vjetër. Nga Ferdinand Sulaj.